Ministrja e Ekonomisë dhe Inovacionit Delina Ibrahima i njoftoi sot se ekonomia shqiptare shënoi rritje 3.8% në 3 mujorin e fundit të vitit 2025, duke tejkaluar mesataren e Bashkimit Evropian 1.4% dhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor 3%, duke treguar performancë pozitive dhe qëndrueshmëri në raport me rajonin. Mirëpo kur vjen puna tek Bordi i Transparencës, i riaktivizuar për të monitoruar çmimet e karburanteve, Ibrahima i thekson se pas stabilitetit në fund të shkurtit me çmimin 173 lekë për litër, në mars çmimi i naftës arriti deri në 215 lekë për litër për shkak të rritjes 97% të bursës ndërkombëtare. Bordi ndërhyri duke vendosur çmime tavan bazuar në një formulë që llogarit kostot e tregtimit dhe shton një marzh minimal 3 lekë për shumicën dhe 12 lekë për pakicën. Ministria thot se monitorimi do të jetë i vazhdueshëm, duke përfshirë edhe çmimet e produkteve ushqimore, me qëllim mbrojtjen e konsumatorit dhe minimizimin e ndikimit tek familjet më të ndjeshme si pensionistët dhe shtresat në nevojë. Mirëpo kur pyetet nga gazetarët pse nuk ndërhyn qeveria që të lehtësoj pikërisht këtë që ajo po thot barrën e konsumatorit, ministra ngre duart lart dhe thot nuk ndërhyjmë dot tek çmimet. Po atëherë si i vjen në ndihmë konsumatorit? Vetëm me mbikëqyrje? Për çmimin e naftës, ministria me pak fjalë thot syt nga Zoti. Nëse do të ulet në bursë, do të ulet edhe në Shqipëri. Edhe për ushqimet e shportës, ministra e pranon publikisht që janë rritur abuzivisht, por thot se vetëm po i shohin, se për të ndërhyrë, nuk ndërhyn dot. Konfindustria ka reaguar ndaj vendimit të Bordit të Transparencës për vendosjen e çmimit tavan të naftës në 203 lekë për litër, duke e mbështetur ndërhyrjen, por duke e cilësuar të vonuar. Sipas saj, ulja e menjëhershme e çmimeve me mbi 8% pas vendimit tregon qartë për hapësira spekulimi në tregun e karburanteve dhe nevojën për kontroll më të fortë të vazhdueshëm. Organizata i kërkon qeverisë shqiptare masa konkrete për stabilitet afatgjat, përfshirë uljen e barrës fiskale mbi karburantet dhe taksat e automjeteve, krijimin e një enti rregullator të posaçëm dhe goditjen e strukturave monopoliste apo oligopoliste në treg. Gjithashtu propozohet ndërtimi i një rafinerie vendase për të përpunuar naftën shqiptare dhe për të mbuluar të paktën 30% të nevojave të vendit. Në thelb, ndërhyrja shihet si hap pozitiv, por i pamjaftueshëm pa reforma të thella për të garantuar një treg të drejtë dhe të qëndrueshëm. Gjykata e lartë ka lënë në fuqi vendimin e gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për Fredi Belerin dhe Pandeli Kokaveshin. Gjykata e lartë rrëzon rekursin e Belerit dhe Kokaveshit duke lënë në fuqi vendimin e gjykatës së posaçme. Kështu, Beleri mbetet i dënuar me burg 2 vite, ndërsa Kokaveshi me 3 vite shërbim prove për korrupsion në zgjedhje. Të dy kërkuan pafajësi në shkallën e tretë, por vendimi i fundit vulos përfundimisht fajësinë e tyre. Sipas akuzës, Beleri ofroi para për blerje votash përmes Kokaveshit pak ditë para zgjedhjeve lokale të 2023-shit, edhe pse arriti të fitojë mandatin e kryebashkiakut të Imarës. Në thelb, vendimi i gjykatës së lartë konfirmon qëndrimin e drejtësisë ndaj korrupsionit zgjedhor dhe mbyll një nga çështjet më të bujshme politike të viteve të fundit. Ruben Sarajeva, i dënuar me burg për jetë për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj, është kthyer nga autor në objektiv, pasi ndaj tij është vendosur një shpërblim prej 500.000 eurosh për eliminim brenda burgut. Vendimi u dha nga gjyqtari Lirim Bulica në gjykatën e Lezhës mes masave të jashtëzakonshme të sigurisë ku i pandeuri u shoqërua nga forcat armatosura dhe u mbajt në mbikëqyrje të rrep. Sipas informacioneve operative, eliminimi i tij kërkohet për të shmangur mundësinë që Sarajeva të bashkëpunojë me drejtësinë dhe të zbulojë organizatorët dhe financuesit e krimit, të dyshuar se ndodhen në Britaninë e Madhe. Pas këtyre zhvillimeve, ai është vendosur në izolim të fortë në paraburgimin 302 në Minepeza në Tiranë, ndërsa autoritetet kanë rritur ndjeshëm sigurim për të parandaluar çdo atentat të mundshëm, ndërkohë autoritetet portugeze po ndjekin nga afër çështjen, megjithëse mungesa e marrëveshjeve ligjore mes Portugalisë dhe Shqipërisë e bën më të ndërlikuar çdo procedurë të mëtejshme. Një vit pas vrasjes 22 vjeçare Silaria Sula, familja e saj vijon të kërkojë drejtësi ndërsa dhimbja mbetet e thellë. Babai Flamur Sula deklaron se tragjedia mund të ishte shmangur nëse nëna e autorit do të kishte reaguar ndryshe dhe do të kishte njoftuar autoritetet. Sipas tij, roli i saj në fshehjen e krimit është i rëndë dhe dënimi prej 2 vitesh burg është i padrejtë. Ndërkohë autori i dyshuar ndodhet në burg dhe pret vendimin përfundimtar ndërsa procesi gjyqësor vijon. Nëna Ilarias, Gëzime Sula, kujton të bien me mesazhe prekse duke cilësuar si yllin e saj të vogël, ndërsa familja jeton çdo ditë me mungesën e saj. Në Terni janë organizuar aktivitete ndërgjegjësuese kundër dhunës me bazë gjinore, ku përmes artit dhe diskutimeve theksohet nevoja për edukime parandalim. Në thelb, një vit pas krimit, drejtësia ende nuk është mbyllur, ndërsa për familjen Sula dhimbja mbetet një dënim i përjetshëm. Rënja e temperaturave ka rikthyer reshjet e dëborës në disa zona malore të vendit, duke krijuar një situatë të pazakontë për pranverën.
Zona si Mali i Dajtit, Gjinar, Fush Studën dhe Peshkopia janë mbuluar nga dëbora e cila në disa raste ka zbritur deri në 700 metra mbi nivelin e detit. Në qarkun Elbasan, rreshtet gjatë natës arritën deri në 25 cm në zonat malore si Parku Kombëtar i Shebenikut, ndërsa në veri, në zonat e Shkodrës si Bog Theth, Trashësia e Borës ka kaluar 40 cm. Rreshtet të dendura janë regjistruar edhe në Llogarak, ku autoritetet rekomandojnë përdorimin e tunelit dhe pajisjen me zinxhir për ata që kalojnë nga rruga e vjetër. Megjithatë, deri tani nuk raportohen probleme serioze në qarkullim, ndërsa rrugët mbeten të kalueshme. Ekspertët paralajmërojnë për rrezik në bujqësi për shkak të temperaturave të ulta, por nga ana tjetër dëbora pritet të ndihmojë rezervat ujore për verën. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës që jep 34 ditë afat zgjedhjes së presidentit, skena politike është vënë në lëvizje. Nga lëvizja vetëvendosje është kërkuar që javën e ardhshme të mbahet seanca për zgjedhjen e kreut të shtetit, ndërsa janë shprehur të hapur për bisedime me opozitën. Deputeti Ekzon Azemi thekson nevojën për dialog të sinqert mes partive. Në anën tjetër, Partia Demokratike dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kanë zhvilluar mbledhje të brendshme por pa vendime konkrete. Besnik Tahiri deklaron se Aleanca për Ardhmërinë nuk do të mbështesë kandidat partijak dhe kërkon koordinim të opozitës. Ndërkohë, Lidhja Demokratike e Kosovës mbetet e rezervuar për qëndrimin e saj, pa bërë të ditur nëse do të propozojë kandidat apo do të mbështesë ndonjë marrëveshje të caktuar. Mundësia më reale për zgjidhje mbetet një marrëveshje mes vetëvendosjes dhe Lidhjes Demokratike, pasi bashkëpunimi me PDK-n shihet si i pamundur. Në thelb afati 34 ditor ka rritur presionin mbi partitë, ndërsa e ardhmja politike varet nga negociatat që pritet të zhvillohen në ditët në vijim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti zhvillon sot një vizitë zyrtare në Francë, ku pritet të takohet dhe të ketë drekpune me presidentin francez Emmanuel Macron. Lajmi u bë me dije nga zyra e kryeministrit të Kosovës. Por pas njoftimit, presidenti serb Aleksandar Vučić deklaron se ka marrë informacione nga njerëz të tij afër Kurtit për agjendën e vizitës. Vučić pretendon se Kurti do të parashtrojë 2 kërkesa kryesore: 1. Që Franca të kushtozojë Serbinë për të mos përdorur armët kundër shqiptarëve; 2. Që NATO të largohet nga zona toksore e sigurisë në veri për të mundësuar hyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës në këtë zonë. Vučić shton se Macron sipas tij nuk do t'i mbështesë këto kërkesa, duke i konsideruar si një rrezik për paqen dhe stabilitetin rajonal. Ai përsëriti se është i sigurt se një veprim i tillë nuk do të ndodhë. Vizita e Kurtit vjen në një moment delikat për dialogun Kosovë-Serbi dhe monitorimin ndërkombëtar, duke sjellë tensione përpara takimeve dypalëshe me partnerët evropianë dhe aleatët e NATO-s. Presidenti amerikan Donald Trump ka vendosur të shtyjë me 10 ditë ultimatumin për goditjen e objektivëve energjetik iranian, duke e çuar afatin deri më 6 prill. Vendimi i bërë publik në rrjetet sociale vjen pas një kërkese nga pala iraniane dhe synon të japë më shumë hapësirë negociatave që janë në zhvillim. Trump deklaron se bisedimet po përparojnë shumë mirë, pavarësisht raportimeve skeptike në media. Shtyrja vjen në një moment tensionesh të larta me rritje të pranisë ushtarake amerikane në rajon dhe paralajmërime për sulme të mundshme ndaj infrastrukturës energjetike të Iranit nëse dështon diplomacia. Në thelb, kjo lëvizje tregon një balans mes presionit ushtarak dhe përpjekjeve për zgjidhje diplomatike, ndërsa situata mbetet e pasigurt në rajon. Presidenti rus Vladimir Putin nuk ka kërkuar oligarkëve të kontribuojnë financiarisht për të mbështetur buxhetin e mbrojtjes në një kohë kur kostot e luftës në Ukrainë po rriten ndjeshëm. Sipas raportimeve, Kremlini synon të vijojë ofensivën deri në kontrollin e plotë të rajonit të Donbasit, ndërsa negociatat me SHBA mbeten të pasigurta. Zëdhënësi Dmitri Peskov deklaron se Rusia është ende e hapur për bisedime, por çështjet territoriale mbeten pengesë kryesore. Ndërkohë, shpenzimet ushtarake janë rritur ndjeshëm me buxhetin e mbrojtjes që ka arritur nivele rekord. Qeveria po shqyrton taksa të reja dhe masa ekonomike për të përballuar deficitin në rritje, ndërsa sanksionet po detyrojnë Moskën të shes naftën me çmime më të ulta. Nga ana tjetër, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski paralajmëron se presioni ndërkombëtar po rritet ndaj Kievit për lëshime territoriale, duke e bërë situatën edhe më të ndërlikuar. Në thelb, Rusia po mobilizon burime të reja financiare për të vazhduar luftën, ndërsa diplomacia mbetet e bllokuar mes interesave të kundërta. Shqipëria e ka dhënë lam të mirën ëndrrës për botrorin, pasi u mposh 2-1 nga Polonia. Kuqezinjt kaluan të parët në avantazh me golin e Arber Hoxhës në minutën e 42, por më pas u përmbysën nga golat e Robert Lewandowskit dhe Piotr Zielinskit, duke u eliminuar nga play-offi. Ndërkohë, Kosova duroi spektakël duke mposhtur 4-3 Slovakinë në Bratislav. Golat për Dardanët u shënuan nga Veldin Hoxha, Fisnik Aslani, Florent Muslia dhe Lumbard Hajrizi, duke siguruar një përmbysje të madhe. Në finalen e play-offit, Polonia do të përballet me Suedin, ndërsa Kosova do të pres Turqinë në stadiumin Fadil Vokri më 31 mars. Në përfundim, Shqipëria ndalet në rrugtimin drejt botrorit, ndërsa Kosova vazhdon ëndrrën me një fitore të madhe e plot emocion.